Ta si qifë bëjnë përshtypet për një gjë. Ka shumë edhe personazhe tjerë që ti kur thua Azem, me njerë kujtojë Shota, ose e kundërta, Ana Sjeldas. Edhe në imazh. Po, ashtu si ndodh për shembull kur ti thua Dante, s'ke nevojë ti thuash Alighieri. Kur thua Leonardo, s'ke nevojë ti thuash Da Vinci. Do, janë disa personazhe të cilët janë ngulitur aq shumë në memorien e njerëzve, e kupton sa partneri u bëhet mbiemër, si më thënë, ë? Ose Romeo dhe Julieta. Do ti kur thu Romeo, Julieta patjetër do ta ketë ngjitur atë. Edhe këta janë po kështu. Kjo tregon që këta kanë qenë shumë bashkë, kanë qenë si gishin me thonjë me fjalë që të ngjitur me njëri tjetrin. Kanë një histori shumë të dhimbshme. Sot ne e shohim si një histori shumë e bukur, një histori shumë heroike, po në fakt kanë shumë të dhimbshme. Shota me Azemin janë njoftur, do po bëj një shumë të shkurtër, janë njohur tek disa thonë që janë njohur më përpara se të vinte Azemi tikte nga burgu, e kupton? Po dhe kjo ka parë ke odat e burrave. Sepse në përkullat tona ka pas gjithmonë një odë burrash ku nuk lejohet të hynin gratë. Mi por Shota rinte gjithmonë aty ke oda e burrave që kur ishte fëmijë i vogël. Sepse normalisht ajo shkonte tek jati, i uli në gjuhën të jatit dhe dëgjonte gjithë bisedat që bëheshin, që në përgjithësi bëheshin biseda patriotike, biseda për vendin, edhe që këndohej atje. Kjo ishte e vogël ku shkonte dhe askush nuk i thonte largo moj. Prandaj jati, domethënë me përktheli i thoshte Shot, se kjo e ka emrin Qerime, fakt. Mi po jati thoshte Shot sepse Shot tek gjuha e Shqipërisë së epërme i thon Rosos. Edhe kjo nga që ishte pak si më e bëshme, e shëndosh, topolake si më thën, që lëvizte këtu me atë fshfërimën e vet, domethën, dhe ky e përkthelte në atë. Mi po ajo atje qëndronte edhe kur u rit dhe aty ka njëjtur Azemin pastaj. Thonë që kur ka lindur Shota, ka lindur mas 6 djemve, edhe më ka kujtuar atë balladën shqiptare, Konstantini Dorontina, ku ishin 12 vëllezër dhe motra e vogël quhej Dorontina, kupton? Edhe kjo kështu lindi dhe në momentin kur lindi, jati ka qit pushk. Jo se ishte në një se nuk lejoi, por s'para nxinin pushk për ashtu. Ky sikur e parandjeu atë se kush do ishte kjo, do të e shtoj, e kupton? Ky sikur e parandjeu. Dhe Shota thonë që dinë të këndonte shumë mirë, mi por në përgjithësi këngët në malësi i këndonin burrat, nuk i këndonin gratë. Po thuaj se nuk u lejoi grave. Mund të këndonin dhe burrneshat, e kupton, të cilët hiqnin dorë nga jeta e tyre dhe bënin rolin e burrit, këto i këndonte edhe Shota dhe e dinë mirë këngët e asaj kraine, ato këngët heroike që këndoheshin. Kur u martua, që shkoj tek Azemi, nuk është se qëndruan gjatë, sepse këta jerdën serbët i rrethuan shtëpinë, pa edhe ty ajo do ka luftuar, si me thënë, edhe tha Azemit, Azem, unë do vi me ty, tha, unë nuk do rim bashkë. Po ta mendosh që është një përthyrje shumë e madhe, se në ato kohë nuk lejonte njëri që ditje maleve, edhe me qetë mbushur me burra me mustaqe, e kupton? Dhe kjo i tha dhe ai e pranoi. Dhe ndodhi një lloj ndarje qetave, se disa nga ata personazh me drejt, nuk them, me drejt, ishin mësuar që të ishim, se në fundi kur je, pastaj në përmale, femra ka shumë probleme. Kupton? Dhe u nda nga qeta Azemi disa, që u ringjitën më vonë, kupton, sepse Shota tregonte që nuk ishte thjesht një grua, e kupton, e cila ditet donte punët e shtëpisë, punët e bekuara të shtëpisë, si thotë Kazazaqin. Por ishte luftare tamam. Mirë, por në periudhën e parë, kur kjo shkoi, kjo lindi një djalë. Mirë, po nga lëvizjet përfyturate një temperaturë e ftohtë, etj, ai djali vdiq kësaj. Dhe kjo si duket pastaj që atëherë tha që unë nuk do jem mëm, si më thënë, unë do jem jo qoqe, do jem luftare. Dhe ka bërë dhe një akt tjetër shumë madh për mua, i dha leje, si më thënë Azemit, që të martohej, me një grua tjetër. Jo sepse është rregulli i muslimanëve që duhet marrë deri në 7 gra, fare, as nuk figuron kjo, por ai dha leje që të trashëgonte gjakun.
Edhe kjo martua me një grua tjetër në fshat, lindë një ideal, edhe ideali vdiq. Pastaj lindë një vajzë. Bides kur Azemi vdes, lë një amanet, lë dy amanet, e para që trupi ti mos bjerë në duar të sërbëve, se do të masakronin, do të bëni kështu, do të telendisnin për fshatra në për qytete të atyre krajinave, dhe tha që në qoftë se do lind djalë, do të vini emrin Azem. Po të lind një vajzë, do të quani Azemira, nuk e di, diçka e tillë, po që rrënjën e ka Azem. Po, Azemina, më duket. Nese. Dhe e kështu kaluan një periudhë shumë të gjatë, dhe kam pas lutuar shumë, aq sa arritën të krijonin edhe atë Shqipërinë e vogël, Albania e vogël që i thon ata, atje, ku kishën rënë dakord që deri këtu është zona ku do jem unë, e kupton? Ajo zona e juaj për serbët, dhe sa kanë se vini këtu. Me po ta met pa besë e rrethuan, e kupton? Morën një me një ushtri të tërë, kupton, një 7 topa dhe e qelluan derisa e shkatruan, si me thënë, atë. Por ndërkohë, Azemi mund të ketë bërë, do bën një 60 luftime, e kupton, shota një 40 luftime, zbrisi nga njerë dhe në Shkodër. E kupton që takonin dhe të personalitetet e rilindjes, si me thënë, pas rilindjes shqiptare, dhe aty është edhe kjo foto e famshme e Marubit. Kanë shkuar ke studio e Marubit, dhe sa bukur që ne kemi një dokument, se sota nuk ka fotografi, ka 2 fotografi. Kjo është fotografia që është zyrtare, si më thënë, që është një fotografia mrekullueshme, edhe unë dikur kam thënë që nëse këtë fotografi do ta kishte firmosur John Mili, kjo do ishte në enciklopedinë e botës si fotografi, sepse si fotografi është, nuk e di, u kur e shoh do unë duket si Gjokonda, si më thënë. Kur e shoh fotografinë, frymën e fotografisë, se ka një solemnitet, ka një heshtje, ka burnite, ka një bukurit marnice. E kupton, nuk se joshem shumë se këta janë shqiptar, janë trimatanet e atë. Jo, mua më pëlqen edhe si artist, po. Po të shoh ato gjerdanët ose ato armat, nuk janë kërcënuese këtu. Domethënë është si një rekuizit e trupit tyre, për shembull, por nuk është kërcënuese, sepse këta janë si civil. Kjo është fotografia tjetër, edhe është interesante kush e ka bërë. Këtë e ka bërë Ali Kelmendi. Ali Kelmendi... Po, ai promotori i lëvizjeve komuniste këtu në Shqipëri. Pallati i Kulturës. Po, ai që shkoi pastaj, po bravo. Shkoi në që shkoi në Rusi pastaj, ashtu. Ky e ka bërë shotës dhe mua më pëlqen shumë ajo fotografi, sepse atje e shef shotën në jetën e përditshme të saj. E kupton, e patrukuar. Ja, kjo që po shohim tani. Jo se është e trukuar atje, por këtu është e patrukuar, ky ja ka bërë atë fotografi dhe na ka lënë një dëshmi për këtë trime, e kupton? Ashtu. Por ndodhi për shembull, pa treguar se këto mund të tregoj shumë një historian e tjera, por ndodhi që në këtë betejën e fundit, domethënë, Azemi merr një ushtri e madh me mira, ushtar serb, e kupton,